Përbes se ka thonë kryeministri, e ka diskutuar edhe në grup fillimisht, një kohë gjatë, por pastaj e tha edhe publikisht. Ai ka kërku pozitën e kryeparlamentarit, edhe na bashkërisht kemi thonë që A bëhat rën gjykimi i lëvizjes vetëvendosje për Fatmin Limajn, nëse tash po ju dashkën këto 3 no. Është i njëjti, që normal se tash do të më operu me çfarë keni thonë komandant të njerëz të vetvendosjes, ndoshta veç e kanë përshkruar si komandant Bojleri, me ato farë. Unë se kam përdorur Bojleri se as se kam tash po bëhet një komandant i respektuar. Dhe ne duhet ju vetvendosja më janë ju vlerat njerëzve veç atëherë kur ju duhet nëse kur janë pak të afër me ju. Jo, kështu. Jeni të përzi politikën me çdo sens që ndodh mrena aleancave. Na, pra po tham, me dëshirën më të madhe, do të ishim të lumtur sikur të kishim 50% nëse më pas nevojë për kërkoneç. Se më nëse vetë e kishim bën më mirë. Ata zori për shtin pak me lifdu do njerëz. Jo, ama sa thashun ata. Po të po të bibia. S'ki nevojë ti fjalët tua ngojtë më si bjen. Ta shpjegoj, jo, s'ku të LDK-ja. E njëjta pyetje. A e keni shohur LDK-n? Po. Jo. Keni thonë fjalë që për disa eksponentë të LDK-s si kanë pëlqy. E ata është jam më bë me LDK-n ose a i keni thonë ata që kanë vjedh vota? Po, unë kam thonë. Edhe kam ofruar dëshmi që i ka prokuroria sot do mendoj që është rast në hetë me sipër. Edhe unë nuk mendoj nëse LDK-ja vjen me mua, edhe ata që kanë vjedh vota xhan me amnistu. Ata që kanë vjedh, këtë mburni ti çojnë.